Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju fton në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është shtunë gjatë 8 ditësh të Pashkëve. O hyma e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Si ari agimi i dritës, qielli nga lavdet jehon. Bota prej shendit galdon, feri u lërin nga grahmat. Kur mbreti shumë i forti i shem fuqit vdekjes, nën këmbë ndrydhit artarin, të mjerëve u zgjidhi prangat. Ai që me rast të mbyllur rreptësisht ruhet nga ushtari, nga dhënjës me zulm fisnike ngrihet fitues nga varri. Tashmë u çlirua ferri prej dhembjesh e rënkimesh, sepse u ngjall Zoti ynë, plot shkëlqim thërret engjëlli. Për herë ti rrofsh ndërmendje o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Krishti ringjallur është shndriti popullin e vet të shëlbuar me gjakun e tij. Aleluja. Psalmi 63. Shpirti e çon për hyjin. O hyj im jeti, qysh në agim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mishim, si toka shkret e that e pa ujë. Kështu erdha në shejtroren tënde për ta parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do të lartësoj duart e mia, do të ngjem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të areshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bër ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krave të tu. Shpirti im mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Krishti i ringjallur e shëndriti popullin e vet, të shëlbuar me gjakun e tij. Aleluja. Antifona 2. Shëlbuesi ynë ngjall së vdekurit, ti këndojmë himne lavdi Zotit hyton. Aleluja. Kënga Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit, Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit, Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujërat që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hënë, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra, bekojeni Zotin. Zjarë nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Vese brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshra e borra, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka e bekovë Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumejnë, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindesh e gjithë shka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendet e qiellit, bekojeni Zotin. Kafshët e egra shtepijake, bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë atin e Birin e Shpirtit Shenjt. Ta lëvdojmë ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Shëlbuesi ynë u ngjall së vdekuri. Ti këndojmë himne lavdi Zotit hyjton. Aleluja.
Antifona 3. Aleluja, Zoti u ringjall sikurse pa të thënë, Aleluja. Psalmi 149, festa miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtërve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesit të vet, bitë e Sionit i brohorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bie në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brorasin nga shtrojat e veta, e paqin lavdinë e Zotit në gojë e shpatën dy teshe në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për t'u dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretrit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar, ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, Zoti u ringjall, sikurse pa të thënë, Aleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 14. Asnjëri prej nesh nuk jeton për vete, dhe asnjëri nuk vdes për vete. E një mend, nëse jetojmë, jetojmë për Zotin, e nëse vdesim, vdesim për Zotin. Në qoftë se jetojmë e në qoftë se vdesim, jemi të Zotit. Për këtë arsye, Krishti vdeq dhe u ngjall, që të jetë zotria i të vdekurve e i të gjallëve. Kjo është dita që bëri Zoti. Aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë. Aleluja. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Si u ngjall Jezusi të parën ditë të javës, më së pari u dëftua Marisë Magdalen. Aleluja. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet, ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimit që bëri në të mirën e Abrahamit tatit ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profetit të Tij të Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e Tij. se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, Në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Si u ngjall Jezusi të parën ditë të javës, më së pari ju dëftua Marisë Magdalen. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Me gëzim t'i lutemi Krishtit, bukës së jetës, i cili në ditën e fundit do t'i ngjallë të gjithë ata që ushqehen në tryezën e fjalës dhe të korpit të Tij. Na jep o Zot paqe dhe gëzim. Biri hyjë që u ngjallën nga të vdekurit, filluesi i jetës, na beko dhe na shenjtron ne dhe gjithë vëllezërit e tu. Na jep o Zot paqe dhe gëzim. Ti u jep paqe dhe gëzim të gjithë atyre që besojnë në ty. Bëj të ecim si fëmijë të dritës dhe t'i gëzohem fitimit tënd. Na jep o Zot paqe dhe gëzim. Rrit e besimin e kishës sate e cila udhton nëpër këtë tokë, që botës t'i jap dëshminë e ngjalljes sate. Na jep o Zot paqe dhe gëzim. Ti ke vuajtur shumë dhe atëherë hyre në lavdinë e Atit. Ktheje vajin e të pikëlluarve në gëzim. Na jep o Zot paqe dhe gëzim. Aty në që e në qiell u shenjtrofte emri yt. Ardh mbretëria jote u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot,
Na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti me mirësinë tënde të pakufishme e vazhdimisht të shton numrin e popujve që besojnë në ty. Priri sytë mbi të zgjedhurit e tu, që fituan një jetë në re me sakramentin e pagëzimit, veshim e petkun e bardhë të pavdekësisë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.